Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka reaguar sërish sot për provat e reja në lidhje me dosjen e tij që sipas Pakut kanë mbërritur përmes letërporosisë nga SBA. Nga burgu, Meta i ka cilësuar këto pretendime si të pavërteta dhe ironizoi hetimin, duke thënë se provat amerikane janë si tigrat e Bangladeshit që nuk prodhojnë asgjë. Sipas tij, midis kompanisë GSIS dhe LSI-s ka ekzistuar një kontratë tërësisht e dokumentuar dhe depozituar pranë Spakut, e cila sipas Metës do të publikohet pas seancës paraprake të gjykimit. Reagimi plot i Ilir Metës. Provat amerikane të Dumanit janë si tigrat e Bangladeshit të Kimetës. Dje u shpërnda lajmi i madh për të 100 herë në mediat e regjimit nga Spaku i Duman Zëmekurit një natë më parë në kuvendin e Shqipërisë se kishte mbërritur prova amerikane kundër Ilir Metës me letërporosi nga Matan Atlantikut. Dua të garantoj të gjithë qytetarët shqiptar se prova amerikane kundër Metës është si tigrat nga Bangladeshi që solli Kimetja që nuk prodhojnë energji për shqiptarët. Edhe kjo provë nuk prodhon dot as fakt penal dhe as fajsi për Ilir Metën. Midis kompanisë në fjalë dhe LSI-s ka patur një kontratë shumë të detajuar e të mirë përcaktuar se si realizoi çdo shërbim dhe çdo pagesë, dhe kjo është në dispozicion të Spakut e do të bëhet publike nga ne pas seancës paraprake të gjykimit. Vija e kuqe e theksuar në këtë kontratë ishte respektimi i ligjit antikorrupsion në SBA për të mos pranuar asnjë pagesë të parregullt. Ndaj, nëse është e vërtetë se GSIS ka pranuar pagesa nga biznesmeni shqiptaro-amerikan me iniciale ASH apo kushdo tjetër për llogaritë të LSI-s, kjo i vlen vetëm drejtësisë amerikane për të proceduar kompaninë në fjalë për shkeljen e ligjeve amerikane, por edhe të kontratës të nënshkruar me përfaqësuesin e autorizuar të LSI-s në shkurt 2016. Po kështu, nëse kjo është e vërtetë, edhe shtetasia ASH e kushdo tjetër duhet procedohet nga drejtësia amerikane për shkelje të ligjeve amerikane. Nëse dikush nga LSI ka autorizuar shtetasin ASH të bëjë veprime të tilla të paligjshme, pa diskutim, që duhet përgjigjet maksimalisht para ligjit shqiptar. Nëse prodhimi i lajmeve të tilla e ndihmon Dumanin të rregullojë frymarrjen e rënduar në kuvend, ja mirë kuptoj hallin, por nuk mund t'ia zgjidh dot unë. Ai është mësuar të ngatrojë ligjin me maliqjen, siç mund të ngatrojë Amerikën me Bangladeshin dhe McGonigallin me Amerikën. Verifikojeni se mos letërporosit për Charles McGonigal i kanë mbetur në ishujt azore, se hulusiu është i fortë në gjeografi. E garantoj Dumanin se kjo histori nuk është një lojë kaladi branche dhe fundi i saj do të jetë i merituar për këta mercenar pa dhe pa nder, përfundon Meta.